Okej, miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të rikthehemi për të bërë një tjetër diskutim sa i përket ndeshjes Poloni Shqipëri. Është një ndeshje vendimtare për pjesën e botrorit, jemi në fazën e gjysmëfinales dhe do të jemi këtu, do të jemi me miq tanë, nisim mirë me Eltonin. Elton, përshëndetje. Përshëndetje Vladimir. Kënaqësi që të jemi sërish bashkë. Ndërkohë kemi një mik shumë special ftuar sot, Klodian Arbri. Klodian, shumë vite futbollit shqiptar, ke luajtur shumë si lojtar në shumë ekipe ndryshme dhe njëkohësisht trajner futbolli. Përshëndetje. Përshëndetje. Elton kishe një kujtim duket lidhur me... Jo, doja ta prezantoja në ndryshme Klodianin, sepse Klodiani në Berat është si ne e quajmë si legjenda, edhe për publikun, paktën për sportdashit e futbollit shqiptar, unë doja ta nisja kështu këtë intervistë me Klodianin. Këto zëra që ju i dëgjoni tani, Klodiani ka qenë sulmues edhe ka qenë një ndjem për suksesin në Pomori, në skuadrën tonë Beratase, dhe do doja që ti thosha Klodianit, çfarë është data 28 maj për ty? Çfarë kujton? Dhe kujtesat janë dobët, po 28 maj mos ka lidhje me Vitin 2000. Vitin 2000. Klodian Arbri ka qenë ato për rritje dhe është tifozliku Beratase, kemi dalë kampion, kemi dalë pa pjesë me kampion. Po, fiks. Edhe për këtë doja ta nisja ndryshe këtë intervistë. Që njëna vitet më të bukura si të Berata në vitin 2000 ka qenë pretendent për kampion, valet në finale dhe në minutat e 87 Klodian Arbri ka shkruar gol, kur në një kohë ajo duhet theksuar, sepse i gjithë tifozeria Beratase kishte zbrazur shkallët dhe po kthehesh dhe po dilte nga stadiumi. Dhe në momentet e fundit Klodiani ka bërë golin që bën barazimin, pastaj ajo ndeshje ka qenë fantastike, por ka qenë në trysni shumë të fortë nga ana e policisë. Dhe qëllimisht u bën në qytetin e Elbasanit se triumfonte atëre policia e Montosenit. Tani ky ishte prezantimi për të ditur për të gjithë teleshikuesit që kemi një legjend në futbollin Beratit, edhe sot që është një drejtues. Tani Klodian, kënaqësi që je pjesë e misionit ton. Tani pas nostalgjive kthehemi te koha e tanishme, te Shqipëria e tanishme. Kemi shumë pak orë nga ndeshja Poloni Shqipëri. E para, je optimist? Normalisht jam optimist. Se ne kemi përsëritur shpesh këtu që edhe ti si ish futbollist mund na tregosh më mirë që disa ndeshje futboll fitohen edhe duke u ndjer. Pra ka disa ndeshje të cilat janë të pamundura për të fituar në letër, kundërshtarë shumë në avanazh krahasim me ty, por ti e ndjen që ke për të arritur atë suksese. Futbolli sot ka arritur deri në sistemon, deri para pak viteve, një ekip si Malta mund të arrijë edhe 12-0, por sot nuk e rret dot. Nuk e rret dot, Se të njëjtët lojtarë stërviten me të njëjtën ekip. Dhe mënyrat e lojës kanë ndryshuar, mënyrat taktike. Apo dhe Maqedonia e Veriut eliminoni Nuk mund t'i rash ekipet tani se nuk ka me ekipet e topta. Nëse vlerësoni ndeshjen, jep maksimumin, bën të njëjtin program, të njëjtën taktik, mënyrat e lojës janë të ndryshme tani, të jepin mundësira shumë, që të jep optimizëm që më mund ta kalosh tek këtë ndeshje. Shiko, a mund të jetë kjo ndeshja e Mirtozunit? Mirton unë e njoh shumë mirë, edhe si të ndjem kënaqësi se kam nga është nga zona. Është nga zona jonë. Mirta sakrifikon veten, jo vetëm në kombëtare, por edhe në ekipet e kanë. E kanë lidhur aty në Berat për shembull Mirtozunin, lojtar të rinj. Është shembull. Mirta është shembull. Është shembull. Do të thënë mund ta themi me pak fjalë siç po për rritet në përlagjen e Turqisë sot që duhet të shembull në Berat rritet Kurungica do bëhen si Ozuni. Si Ozuni edhe është shembull për ta marrë një shembull i mirë shumë. Mirta është shembull i ka sakrifikuar, ka punuar dhe shkruar sot. Dhe vazhdon të sakrifikojë. Vazhdon. Ka dhe diçka mirë për shembull te Mirtozuni që mund ta bëj përshtypje. Është një nga ata lojtarë të cilët ka arritur shumë karrierën e vet personale, ka fituar sigurisht edhe shumë para, por ka investuar gjithmonë për familjen e tij. Edhe në shtëpinë Berat për shembull e ka ndryshuar, ka bërë një shtëpi të re edhe për familjen e tij, domethënë është një person familjar i përgjegjshëm. Po të shikosh në Cristiano Ronaldo, po të shikosh të gjithë botën Cristiano Ronaldo ta marrë shembull nga çdo lloj aspekti nga familja. Se një shembull që do vetëm lojtar, po dhe një që edhe Mirta mund të ketë marrë shembull nga Cristiano Ronaldo, ja bazë familja. Po jemi në rregull me familjen, pastaj në çdo lloj aspekti tjetër. Gjithçka nis nga familja, edukata, ai ka vuajtur familjen e ka sakrifikuar shumë të mirë. Dhe Mirta ka shumë gjë në këtë. Okej Klodian, duke hequr pjesën e Uzunit sepse kemi nga zona jonë.
Kush mendon se do të jetë lojtari i cili mund të jetë Chelsea i suksesit të kësaj Shqipërie kundër Polonisë? Pra ka një lojtar i cili ti e pret marrë Shqipërinë mbi shpatulla dhe të shkëlqej. Kush mund të jetë ai ylli jon që mund të fitojë ndeshjen në Poloni? Apo jo vetëm të çdoj gol, po nuk bazojmë asnjëherë te individët, bazojmë te grupi. Nëse grupi e di vlerën e ndeshjes, çfarë duhet bërë? Nëse japi maksimumin, ta heqin atë pjesën e emocionit se po do vinë në botror. Po edhe maksimumi, po zbatove pjesët taktike, mënyrën e lojës, si të më t'japsh maksimumin, t'jesh jo inferior ndaj Polonisë. Do vetëm në Poloni dhe Polonia, të gjithë dim të lejnë futboll. Ja ke frikën aty ambienti, stadionit? Ase kam frikën fare, pse këta janë lojtarë profesionistë, kanë vetëm në lloj stadiumesh. Pavarësisht se kjo ndeshje ka tjetër. Se po thonë që stadiumi tjetër pesh, domethënë na jep atë. Më mirë do jetë për mua, më mirë do jetë e njëjta si e pam pjesën e Serbisë dhe vetëm fituam. Pa do fituam. Më mirë do jetë, them që do karikojnë më tepër lojtarët. Është pjesë, si dhe më do marrim një plus më tepër të lojtarët, vetë plus më tepër të lojtarët. Elton, kemi një fushë futbolli këtu dhe duhet ta provojmë besoj me këtë janar brez. Shiko, patjetër, ne prandaj e kemi ftuar edhe si ftuar special, sepse duke qenë një legjend, duke qenë një sulmues, duke qenë edhe tani një drejtues për skuadrën e Tomorit, ne pretendojmë dhe mendojmë që do na bëjë një skem pak si të veçantë. Një ide domethënë ti mënyra se si ti e do Shqipërinë, ose si pritet luajë. Domethënë, e zëm se ti ishe Silvinho sot. Florian Arbri vend Silvinhos. Florian Arbri është ajo pjesa që është pjesa ofensive e lartë. Shumë bukur, s'ka gjë. Po jemi në atë radhë nuk rin ti tonë Berati ka pas gazetë sulmues ka gjithkohë. Edhe unë jam mbajtur te pjesa që loja më e mirë ose si të mbrojtja më e mirë vjen nga Nasul, pjesa e sulmit. Po, te Silvinho, me çfarë shikoj se është shembull normalisht që do ta marrë shembull Silvinho, ka jep rezultate, po jep. Se ka edhe shumë kritikë. Do të thotë po ti bëjmë një rezume. Unë jam askush që ta gjykoj Silvinho. Mund të ketë shumë veta, ai ka idetë e tija. Shiko, do të thënë, që po ti bësh një rezume lojrave, taktikave, mënyrës se si ka sjellë Shqipërinë deri këtu. Të pëlqen? Më pëlqen pse? Në çdo lloj ndeshje që kalojë nuk kalojë me të njëjtën mënyrë loje. Kjo është më ka pëlqyer. Pse? Ka zbatuar taktikën, e ka studiuar kundërshtarin, dhe çka kanë parë si Florian Arbri. Pastaj mund të ketë taktikën që kanë idetë veta dhe kupton çfarë bën Florian. Ishte e bukur për shembull, kishin në Nevil Deten këtu të ftuar para ca ditësh, edhe kur e pyeta që ka kritika për Silvinjon edhe për shkak të lojës. Jo vetëm domethënë shqiptarët tani ne po marrim rezultate, por tani duan të lojnë e bukur. Dhe thanë Nevili kemi ardhur në këtë kohë tha që shqiptarët kanë portë. Domethënë kemi rezultate, por duan të lojën. Te kombëtare a duhet të lojë apo vetëm rezultate? Do të themi një krahasim ordiner, ishte lokal, ka qenë lokal në Real Madridit. Ronaldo kishte bërë 3 gola ditë. Ronaldo. Dhe ishte njëri aty edhe kur goditi Ronaldo ajo që ka qenë punë, goditi shtyll. Nuk i la gjë pa shall. Nuk i la gjë pa shall. Dhe ti kthesh ata do të bëre i lekun më apo do. Tash o vllai, tash me pyetje. Se më shansi ka bërë 3 gola. Ke vënë ai ka vënë 2 lekë. Që bërë 3 gola Ronaldo. Po. Ne shqiptarët da, jemi pak në natyra që ne edhe vetën tonë për dalim pasqyre kritikojnë. Kemi si teme, kemi pak, nuk në arrijet. Për do dalë pak edhe të pyetja që bëri dhe Eltoni, nëse ti do t'ishte Silvinjo sot, kush do t'ishte vendosja jote? Nëse nuk do t'i përmendësh të gjithë me emra, mund të hapësh edhe disa elementë caktuar për shembull. Unë me emra nuk vete thash, bazohem te grupi. Kushdo që jetë në fushë aty të ka për të dhënë maksimumin. Ka për të dhënë maksimumin dhe është një ndeshje që është ndeshje e presin si temun. Nuk di si ta shpjegoj atë pjesë. Ka për të dhënë maksimumin dhe putori fushë aty dhe hap maksimumin. Ai të përpare. Që ka tosi që bledh topa, tosi. Ka për të dhënë maksimumin dhe t'i karikuar. Duhet nisur që nga aty në fakt, kjo është vërtet. Normale, derisa duhet nisur që nga aty. Që nga pjesa jonë që në organizimin me çfarë shikojmë, nuk do bigarkuar shumë. Nuk do bigarkuar. Po them që pra, shiko, kjo fryrja që i bëhet edhe kjo nuk është e mirë se e kemi pak e frikshëm në Shqipëri. Është pak e frikshëm në futboll ka ndonjë edhe elimin, është. Po patjetër. Është problemi është se ne pa filluar ndeshjen ne kemi ato të shtatë, kemi nevojë me zipres. Problemi është të marrim ato pjesën pozitive që në çdo lloj mënyre, çdo lloj që të ndodhi, të kapim pjesën pozitive që ekipi dha maksimumin, pa mi futboll të bukur, erën deri këtu me merit.
Më kujtohet ndeshja Serbi-Shqipëri që ne fituam 0-1 në Leskovac, ishte ditë e diel. Edhe në ditën e diel kishte mjanë këto dasma që bëhen zakonisht. Edhe disa persona që kishin vendosur dasma shumë kohë më përpara, kishin filluar të shtyjnë në orarin për shkak se nuk i vinin njerëz, donin shikonin ndeshjen. Ky deri këtu shkon në vazhdimi për kontare. Po ta marrësh të më falë të bërë. Se ishte Serbi, Shqipëri. Njerëzit po ta shikojnë në mendim ishin, thonë po ma i pikë shumë mirë. Se ishin komplet. Po, të demoralizuar ishin ushat e ambigarkesa e karikim. Edhe për shkak të rezultateve të fundit. Po ja që luajnë futboll bukur atje. Edhe rezultati i verit. Edhe mënyra e lojës super që mua më ka pëlqyer janë ato ndeshjet më të bukura që ka bërë Shqipëria. Fiks. Julian, kthehemi pak te fusha e vlerët. Ne kemi bërë analizë këtu te koha shtesë për pjesën për shembull të dyshjes Mario Mitaj me Stavripilos, me Pilon, shkurt. Me Pilon kemi skakuar Pilon, po them që do jetë dyshje si pat. E ke luar edhe ti Pilon, ëh? Edhe Pilos apo Pilos, Pilos. Te Pilos nëse vendoset në Crown e Mitaj them që do të bëhet dyshje si pat. Ti thua Mitaj mbrapa, Pilo pak më para, Është alternativë e mirë se Mitaj ka përparësi lojë sulmuese. Dhe them që do të blojnë njëri tjetrin në tani, në krahun e mbrojtjes, në krahun e majt mbrojtjes, do të lozi Mitaj apo Pilo? Unë nuk e kam parë. Mendimi jot, po ta mendime Po personale. nëse vendoset Mitaj edhe Pilo pak më përpara, e njëjta gjë pse gjatë lojës mund të ketë edhe një farë ndryshime gjatë lojës. Dhe te kjo pjesa them që edhe Silvina do të pazohet te kjo Plus pjesë. edhe Mario Mitaj e nxjerr topin më bukur, nuk e finesë. Ti ta luajnë në mënyrën e kraut, ti ta luajnë shumë mirë, sidomos te Mitaj që kam parë unë, është lojtar që Sepse është luks ta kesh në ekip. Është një diskutim që ne bëjmë edhe pak të përpaskenën, kur gabon mbrojtësi është gabim fatal, kështu që mbrojtësi është ai që ka gjithë peshën aty. Lajmi vjen nga mënyra lart. Po çfarë lart, pjesa lart, se në normale që ekipi rreshtohet pjesë e parë, pjesë e dytë, pjesë e tretë, por është thua, dhe gabimi vjen nga pjesë e parë, te dyta mos kërkohet pjesë e tretë e mbrojtësi. Është tjetër gjë që mund të bësh një si temë gabim fatal, individual, tjetër gjë e mbrojtësi. Po në pjesën e mes fushës, Në mes fushës, me çfarë shikojmë, ju keni vendosur te 4-3-3, ose si bazojmë kësaj pjesë Serbias mund të luajmë me 4-3-3 atje. Sidomos ato 15 minuta dhe para, 20 minuta, trajnerët punojnë që shikojnë ekipi kundërshtar, si vendoset, çfarë mënyrë loja. Veli 4-5-1. Mund të luajnë edhe me 4-2-3-1, që është si Po temë. veli 4-5-1. Dhe ajo vete, po mënyra kur je në mënyrën e mbrojtjes me 4-2-3-1 je më luks te pjesa e defensive. Kurse në pjesën ofensive pastaj del mund dalësh edhe me 4-3-3 te kjo pjesë. A ka Shqipëria një mesfushor regjizor aktualisht? Po te çka ka Barjama e ka si e ka djalë Bajrami. Më duket lojtar shumë luks te jam ka potencial shumë bukur. Bravo. Për mua ka potencial. Ka futboll komedie. Ka shumë futboll, për mua si Klodianardi. Nuk e di se do të jetë çfarë. Bajrami, prandaj na kanë dhënë Më ka pëlqyer shumë në çdo lloj ndeshje edhe kur është futur në pjesë dytë, nuk e di më ka dhënë. Okej, Klodian, po thoje që Nedi Bajrami është më mirë se sa Kristian Asllani për pjesën e ndërlimit të lojës. Secili ka mendimin e vet, po unë jam Në mendimin tënd, nërësisht nga ajsa, nga eksperjenca e futbollit, nga mënyra si luan ai, statura e atij, te pjesë kombëtare që kam parë më pëlqen shumë. Okej, po dikush që është jashtë, për shembull mund thojë që pse Nedi Bajrami luan në këto nivele dhe Asllani ka luajtur te Interi, është fati? Ku është Asllani? S'është Interi. Te Beşiktashi është sot. Në mesbritje është, në Turqi. Në zbritje, po. Nuk është me ngritje. Dakor, pra, po Problemi është, Jo. problemi është, ai mund të ishte është te Interi, ishte te Interi. Shiko, se ka dhe diçka tjetër, eh? Pa, Sepse nuk është shan njeri, po problemi është se mua te kjo pjesë është më, si them, ka më efektiv, është më efektiv. Me efektiv të dojë kontar. Pyetësh direkte, nëse Nedim Bajrami ti the që ka shumë futboll në këmbët e tij, po Kristian Asllani sa futboll ka në këmbët e tij? Normalisht ai ka futboll, po te pjesa që unë Në futbollin e bukur, futbollin modern, futbollin futbolli modern te Asllani ka një pjesë atë topin e gjatë, nuk ka befasi. Është i lexueshëm në lojë. Për mua është i lexueshëm në lojë. Aty dhe nuk ka këto Nuk ka befasi. është rrjedhë, nuk është. Po pra, fiks. Jo, unë do të thosha kështu, prandaj në hyra që të Klodit se bëri këtë krahasimin domethënë në lidhje të niveleve të skuadrave. Ideja është kjo që është shumë ekspert, edhe shumë trajner, edhe shumë futbollist, edhe shumë njerëz që marrin vesh në botë të futbollit, po e ngrejnë dhe si nivel futbolli turqin, domethënë ka investuar shumë
qoftë edhe te infrastruktura. Pra po e bëjnë krahasimin për shembull, nëse ne shikonim dikur dhe vlerësohesh dikur Serie A. Serie A nuk ka bërë as investime në infrastrukturë, pra në stadiume, po vesh të luash tek San Siro, është ai San Siro që ka qenë njërë me në kohë. Kurse sot stadiumet Po shikoja. jo, flas tek niveli që Turqia po investon shumë dhe po thith futbollist. Pra këtu e kisha unë që kjo mos është se e quajtë si rënje të Aslanit, prandaj thash. Pra apo vjen në rënje apo po vjen në një vend tjetër që po bën investime shumë. Bera krahasimin e ekipit Interi. Po pra, te Interi, nga Interi te Beşiktaş, Pavarësisht se futbolli turk është në rritje. Po pra, si nivel futbolli turk po rritet investohet shumë. Po investohet. Po. Është në ngritje. Kurse Interi nuk ka qenë në ngritje, ai ka është Inter i madh. Dhe te ikësh un kam një gjë se ti e vetë shpa. Mendimin tim është quhet zbritje kjo. Në një farë nuk është kampionat italian ka emër, nuk ta ka shpesh. Puna është po shikoja ndeshjen Liverpool Galatasaray ndeshjen e kthimit. Lojtar me emra kishte Galatasaray. Po. Mu duk si ekip shqiptarës. Që për e memin topis dini ku e që nuk orientoshi do të... Po Juventus si umbi me Galata ose? Dhe Juventus nuk është si vjetë me që kam parë Juventus, nuk është Juventus. Po prandaj themu që emrat e mëdhenj. Pastaj, po ta shikosh. Po emrat e mëdhenj në Itali ka fituar Galata me Liverpoolin 1-0. Janë se të ekipe qiptare që hajde lagja ime. Dhe Galata, sa doli pasaj doli në Angli, nuk dite ku ishin. Dhe i trajneri vetëm shalli kështë vetë ati burakut. Ju fute shalli brenda. Në pjesën e mesfushës, lojtari i cili është përmendur më pak apo po qetë më pak nga tifozët, është Jazim Laçi. A është ky një lojtar trajneri, domethënë një lojtar i cili vrapon pafundësisht dhe nuk bie shumë në sy ndoshta si burim ku keli në burtet e Bjazi? Jazim Laçi me çka kam parë, unë është lojtar ekipi, lojtar trajneri, lojtar taktike. I zbaton e për pikën dhe ti do ta fusë gjithmonë në fush? Po, do ta fusë në fush. Jep maksimumin dash aktiv, jep maksimumin deri në minutë 70, 60 e përfaqëson shumë mirë atë pjesën e trajnerit. Si të më i përgjigjet trajnerit, i përgjigjet ekipit. Domethënë në skemën e trajnerit ai i përgjigjet dhe me çka ka parë te Silvinja, çdo lojtar që nuk i përgjigjet në mënyrën e vendosjes ose në mënyrën si të japi maksimumin, nuk është doja Silvinjos, me çka kam parë unë. Domethënë nuk është në preferencat e Silvinjos ai që nuk i përgjigjet domethënë udhëzimeve të trajnerit. Zbatimi korrekt i taktikës Silvinjos. Pra këta njerëz ai ka dhe pse nuk bën ai gjë të çuditshme, ai gjë të fortë, ai gjë të bukur. Unë e pëlqej mënyrën e Silvinjos shumë. Pse kërkon lojtar që t'i përgjigjen. Dhe me çka kam parë, çfarë lojtarë që ka futur në fushë janë përgjigjur. Pse nuk të pëlqej ti për shembull ti si trajner sot? Nuk të pëlqej ka lojtar që të dalin nga skema po të bëj surprizë të bukur. Edhe pse ti ke dhënë një direktiv, i ke dhënë një udhëzim, ai me atë mundësitë e veta, me atë je surprizë, do të pëlqej surprizat apo je surprizë? Më pëlqej surpriza, po më pëlqej kjo pjesa më shumë që kërkon Silvinjo, pse futbolli do dhe kujdes. Do dhe menaxhim të mirë në lojë. Kemi futbollista. Po nuk shkojnë ca gjëra më plot se tani, dhe duam mbrojtje, dhe duam kujdes, po duam edhe ofensiv. Tani këto gjëra sikur çajlojnë çik me gjëra tjetra, kupton? Para dhe çka ekipi ke përpara. Okej, në rregull, po unë po them te pjesa e ndeshjes se kemi pasur ekipe që kemi janë të dobta dhe na kanë shkuar. Ne do të pjesë që kemi kërkuar skemën në bazë lojtarëve që ke. Në bazë lojtarëve që ke, do të ketë skemën po kuptoj unë klubin me atyre personave. Me çka ka kuptuar unë? Po. Ne shqiptarët duam pa kujdes e entuziazmojnë shumë shpejt. Marrim për kot. Marrim shumë shpejt. Do të shikosh dëshkimet e na mund të furia pastaj, na mund të pëlqejmë shumë ne duam. U fijove sot, u martove nesër, duam fëmijë pas nesër. Po, Ne kërkojmë shumë shpejt çdo gjë, edhe te pjesë e futbollit. Pos na menaxhove mirë, pos na mbajnë në kontroll dhe dalim jashtë një. Pavarësisht se ne kemi lojtarë që kanë cilësi individuale super të mira. Klodi, ne kemi një diskutim të gjithmonë që bëjmë të kohë shtesë me Eltonin Miris, ne kemi bërë kur do të ndizet Armando Broja. As fos pa gjej do. E si që ka ai. E ka mashtruar. Ne është kur të dizet e jemi figur ne. A ishte ai dëmtim që i prishi karrierën?
Po futbolli ka vetëm time, edhe fati se ka ndjekur me çka ka. Mund të kthehesh, mund të rikthehesh si lojtar në nivele të larta nëse ti kalon një dëmtim të putës ligamentit jurit. Po në momentin që ai ka pasur atë mundësi që të kthehet prapë në nivele të larta, prapë se ka lënë dëmtimet. Dhe ne po presim tani kur do të lënë këto dëmtimet. Kur do i ndizë motorët, po duket se cilësitë që mohon njëri, është një lojtar që Shqipëria, si them, është kënaqësi, është pakesë me cilësi që ka ai. Po problemi është se Ditmar Bica e tha, dje tha, mua Armando Broja tha, nuk më duke shumë si shqiptar, tha, më duke se ta persona që janë linë në pallat mbretëror, duan një çaj jo, pak me shumë. qa kam parë dhe kam dëgjuar unë edhe në ami dhe në shok, mënyra në Angli, e si puna se nuk e ruan fare, as e ruan fare qa do. Thuaj qa të duash, është tip nordiku me qa kam parë unë. Nuk është... Dhe për të më shkretur tezën që ka hedhur këtë djani, ka parë një intervistë Armando Brojës para shumë kohësh, ishte një ndeshje shumë vendimtare e Shqipërisë, doli në konferencë për shtyp, dhe kur gjithë prisim tifozët që të jepte atë që do fitojmë, tha unë e shikoj si argëtim futbollin ata. Ai e shikon futbollin si argëtim. Ai është pjesë nuk e shikon me përgjegjësi si politik, Fido Rafash Polonin dhe gjitha këto. Ka argëtim. Atëherë kemi diskutuar dhe unë po e di edhe me Klodianin. Siç e prezantova në fillim, që Berat ka dhënë kontribut jo vetëm si sulmues, po edhe në si ekip të tomorit asaj kohe. Pra, nëse ti bëjmë një analizë brezave, nuk janë brezat e mëparshëm që e ndjejnë, flasim për lojtarët e kombëtarës, nuk e ndjejnë më vllasin brezat e parë. Por zotëria është njeri i lindur atje me ato çaj me ato qumësh, jo vetëm si argëtim, nuk e ndjen me shpirt që ti dizet gjaku brenda të lozit. Por e fiton ekipi o zotëri. Le të jetë Amerika, nuk ka futboll. Ora fiton ekipi 11 janë atje brenda. Le të jetë Polonia, le të jetë Serbia, le të jetë Amerika, le të jetë Kina. Janë 11, nuk e shikojnë me nuk janë patriot. Ndryshojnë kohra. Ë? Ndryshojnë janë bërë modern. Unë shikoj të fëmijët sot. Kam moshat e fëmijëve që edhe do ta bëj me breza sfal. Jo, se e lash logjikën për gjysmë. Pra, ishte Tomori 2000. Kur ky djali që shikoni ju këtu sot, s'kishte cilësi, po kishte zemër o zotëri. Në minutën e 87 se pa tifozeria Berata se gjëmonte, plus presioni plus këto, u demoralizuan çunat, po dilin të gjitha shkallët, në minutën e 87 u bë goli, u kthyen të gjithë, lojtarët lozin me zemër o shok. Lozin me shpirt, jepnin shpirtin atij. S'kena që kujtojnë... Pra, ka ndryshuar brezat, këtë do them, ka ndryshuar brezat. Shiko brezat e rinj, të flasin vetë për brezat e rinj që stërvit. E ndjejnë me ato egon, e ndjejnë me ato që të dalin dhe të losin zbathën o zbathën. Edhe na eksperienca si... Po pikërisht për këtë po them. Po dhe me moshat e amarë, këta emitojnë futboll. Emitojnë futboll? Emitojnë, po nuk e kanë atë sjetër në emitimit. Se vërtet i mund të emitosh Ronaldo nëse... Po ta marrë si shemë nuk e merë... Ndoshta shiko, se më qove në një mendim shumë të bukur. Ndoshta këto brezat e rinj tani nga që ndikohen edhe nga këto futbolli ose rrjetet sociale që shikojnë shumë edhe shumë mirë është ta marrë si shemë, po jo nuk mund ta emitosh atë se ka këtu duhet të dalë pra këtu. Mos kjo vallë. Ti merret atë pjesën më të mirë, po nuk mund dalësh dha vetë të bësh sesë, s'mundesh. Pra të përgjigjet fantazia me reagimin e trupit. Nuk mundesh valla. Nuk mund. Do të thotë kjo emitimi është shumë i mirë, po të prish punë. Po fiks. Gjë emituar, emitimesh. Origjinali është origjinali, emitimi griset. Ne kemi kundërshtar përpara. Kjo është Polonia. Sa e vështirë duhet për të kaluar Polonia? Unë ndeshje kam parë tuja me Poloninë. Kur u rafëm 1-0 se më me tu brenda ka qenë para. 0-1 kohën e re thua. Kohën e re. Po 0-1 ka qenë. Ishte ndeshje që do merrni vendin e dytë për shkuar play-off botëror. Ky futi lojtari i Napolit pjesë 2 që bëri golin. Po shikoj Lewandowski. Nuk pushon ai, nuk e di sa vjeç, sa ka marrë Lewandowski. Po ai ka marrë pensione, se dia ka dalë pensione. Tamam, lider në fushë, kthehesh deri mbrapa të shore lodhet ky lloj robi. E di çka kishte bukur. Edhe pjesë jo, e them te pjesë e shembullit. Po, lider, kapiten, lider. Kthehesh deri te pjesa poshtë. Futi djali i ri e lart, vetë deri poshtë dhe i dhe sparkat. Thoshte po ky me gjithë ato kushte, luante te Bayern, ishte te Bayern. Që po ti isha unë as do lëvizja fare këma të nasë. Ka shembull, nuk do në faktor se kanë tjetër
Ka dhe i detaj të bukur. Më kujtohet dikush që ka para të ndeshje nga stadiumi, Shqipëri-Poloni që Te kam parë vetë kam qenë stadium aty dhe jam kënaqur vetëm me pjesën e Lewandowski. Ma tha Lewandowski tha kur fliste me lojtarët, tha mbante gishin këtu tha, ose mbrapa në shtëpi. Po ashtu. Ja bënte lojtarëve kështu. Ja jepte shenjë kështu me shpinë. Jo se ne që duan bërtasin, e tonë se ne këto. E kupton se ti, e kupton se kundërshtojnë vetëm Lewandowski që në nxemje. Kishe qeta shikoj në nxemje, thash, dhe mu duk shumë i oll tash, fiber. Kishe qeta shikoj edhe në mënyra ta paskapen mirë edhe të pjesën. Po, me gishin këto brapa. Pjesë të dytë pasaj kur bën golin filloi, po idhe s'markave nuk ndrodha rezultati. Vine deri në fund e kanë dhënë rysën deri në fund. Kështu që lojtarët e Shqipërisë do të bëjnë ndezë me gjeset që mund bëj Lewandowski. Me shenjat, Po të edhe i lojtarë shqiptarë të bajnë, nuk të vijen fare të qëllona me pullem, thotë të Do prez Gjermanin, si që ka bërë. Ore Braga Gruda nivele më të poshtë, as po vjetë po prez Gjermanin, e kupton se ku jemi e bëja. Kjo ndodh kjo dhe pune kësaj... Braga Gruda në po të marri vëndë në Kjo mentalitetin. Po, fix. Mentalitetin e kemi shumë të mirë, bëjmë entuziastë shumë shpejt, po shfryemi shumë shpejt. Kjo pjesa e Silvinës së temën që e menaxhon situatën dhe kjo pjesa them që ne ka gjetur. Kjo është ka kaprat e mentalitetit që ne dalim nga kontrolli shumë shpejt. Kjo është gjë e bukur, fryemi shumë shpejt dhe po edhe të mënyrë lojës e kërkon me përpikmëri. Mentaliteti shqiptar e do pak atë çokun në kokë. Ja fix. Domethënë del jashtë linjës, si bere punën del tuja ulën stol në përfundosh deri në tribunë. Me Silvinë me çka kam parë. Dhe është më se e mira që po bën Silvinë. Domethënë ti je nga ata që e adhuron lojën e adhuroj te mënyra e menaxhimit edhe te skema dhe ka ekip ka pasur. Pjesa e menaxhimit është shumë e rëndësishme. Mua më kujtohet ne kemi të nevojshëm ne në Shqipëri. Dhe me që po flasim pikërisht për pjesën e sjelljes së lojtarëve shqiptar dhe problemeve tona, bëmë një diskutim të fundit se përket për shembull që pse një lojtar shqiptar nuk shkon kur në nivele të larta. Për shembull Edon Zhegrova që nuk po luan mirë te Juventus, Armando Broja te Chelsea, Adnan Januzaj te Manchester United dhe fillon e rënja. Pse një lojtar shqiptar sa vetëm një ekip të madh fillon të bie pastaj? A do vini një ditë që një lojtar shqiptar të jetë? Unë them pjesë mentaliteti. Kemi mentalitet. Duhet ja hiqim kapelën me Radhim Shitit, që mirë keq. Sa po ta thash? Po. Ai është them që janë lojtarët shqiptar që kanë parë profesionistë, po profesionistë, edhe nga ana mentalitetit ky djalë këtu Gjimshiti. E hoqën nga kombëtarja. E nxorë sot kush është? Me Sherit kapiteni dhe Atalanta dhe Europa Ligës, me Sherit kapiteni gjithashtu. Që është mbrojtës. Është mbrojtës. Pjesë e mbrojtës. Kurse Zhergova, Broja kanë të pjesë sulmi që sulmi normalisht goditet më shumë, investohet më shumë te pjesa sulmi. Zhergova me çka kanë parë një ndeshje, kur pash një ndeshje futi pjesë dytë. Po, bëri 2 asist. Me Roma, po. Cilësi. Shiko, unë te kjo pjesa që nuk e nuk i fusem punë, nuk i çka kam thënë, vetë Broja dhe te Zhergova, te pjesa defensive janë top, te pjesa e mënyrës mbrojtjes. Luajnë kur kanë topin në këmbë. Po çka është futbolli? Po futbolli sot është vetëm ka lëvizje pa top. Po, duhet 11 kundra 11. Është si basketbolli me çka kanë parë. Me distanca të shkurtra lapësh maksimumin. Që këto them te kjo pjesa ka dështuar. Nuk mund të vesh te Juve aty edhe të kesh topin në këmbë dhe të luash ti. Ndryshon Lila ku ishte te Lila ishte në Francë. Po, Lila në Francë. Tjetër mentalitet te Juve, sidomos te futbolli italian që te pjesa taktike ata s'të falin taktikë aty. Okej, Elton. Jo, unë nuk do thoja këtë që ne nuk po nxjerrim dot edhe nuk po dal, sepse ka një histori gjëja. Domethënë, niset nga gjeneza. Ku kemi qenë edhe ku jemi aktualisht. Pra, mos pretendoni tani 2026, sa tani do të kalojnë 2-3 preza, jemi në ngritje. Pra, mos harro, çfarë tham çfarë, domethënë e cek edhe çfarë që ne ja diskutova me Nevil Deden. Atëre ne diskutonim problematikat e atilla kurse sot ti po kërkon luks. Kurse tani luks me aftushëm. Ndërsa tani ti mos pretendo të nxjerrësh tani bolli ke edhe kaq, domethënë kemi ardhur, jemi mirë. Thash sa të kalojnë 2-3 breza të tjerë që po lindin fëmijë jashtë. Sepse në momentin një i lindur, një i rritur mes Italisë, mes Francës, mes Hollandës, mes Gjermanisë, normalisht do dalë edhe me mentalitet krejt ndryshe. Kurse të ndaj i lindur i rritur deri 15 vjeç këtu, ti prapë ke këtë. Pastaj shiko, ka dhe ndikon dhe për janë e familjes, do të. Ndikon dhe për janë e familjes.
se si i japin frymën kur është fëmijë, lojtari. Tani ta lojtarë që janë profesionistë janë të gjithë si temë të ardhur nga shtetet e është emigrimi. mentalitet ndryshe. Po pra, tani këta deri këtu jemi të lindur në Shqipëri. Nuk e, jo, unë do dal tek ajo pyetja që bëri konkretisht Klaj, që tha, pse lojtarët tanë nuk kanë hecur deri këtu ku janë tani, apo jo? Po ti marrësh gjithë merat që të Zhagrova, Broja, Muçi, këta janë të lindur e të rritur këtu. Të lindur këtu. Broja këtu është lindur në dinë Angli. Po ka punuar me skuadra. Si ka familje shqiptare. Po ka familje shqiptare pra, ç'është si ka. Pra, nuk ka ikur brezi tjetër. Mund të ndryshojnë komplet metodologjia, mentaliteti, logjika, se si mendon fëmia i Brojës. Edhe i babai kur i vërtetës po prap shqiptar. Pra, këtu jemi. Pra, nuk e çojmë dot atë akoma. Pra, do të kalojmë dhe pak breza. Okej. Kemi arritur me aftushëm. Që ta mbyllim Kemi të kënaqur tonë, me çfarë shikojmë, me çfarë kuptojmë te pjesë e futbollit edhe kombëtare dhe kemi arritur me aftushëm. Pikërisht pra pikërisht. pikërisht. Kënaqemi edhe deri. Po mos pritën se kaq banor jevo, kaq 2 milion banor Po ta jevo. mbyllur këtë diskutim dhe për të ndalur edhe pak më shumë të ndeshja që kemi tani. Klodi, jemi sa atyre personave të cilët mendojnë që nëse Polonia Shqipëri shkon 0-0 deri minuta 30-35, Shqipëria si ngrihet akoma më shumë shanse për të fituar. Në të tërë lufta ta mbajmë 0-0 deri minuta 30, të rim brapa durojmë. Edhe nuk do vetëm minutazh. Si logjik domethënë, të pjesa që të rrim brapa fillim të durojmë dhe në pas tentoj kundër sulmit. Problemi është nuk është ajo pjesë që të durojmë, nuk mund të durosh futboll 90 minuta apo 40 minuta apo 5 minuta. Duhet si temë, duhet të kesh ditë si temë, të kesh edhe nervi që edhe të sulmoj. Në momentin. Po, gjithmonë të koncentruar dhe pjesë e sulmit si do të dalësh. Ku do gjetur pikat të dolla të Polonisë. Kundër sulmi. Ti në krahun e majt thesh një dyshe e bukur Mida i Nuk Fido. këta dy do më surprizojnë këta dy. Po në krahun e djathtë, kush mund të ishte një kombinim i bukur me Hyse? Ndoshta Muçi, Mehmeti. Muçi ka super cilësi individuale, të mira, ka shumë të mira. Problemi është Nuk pjesa mbron. ofensive, defensive. Dhe si linja tem që e këta të pjesa e mbrojtjes se kërkon me ngulëm ata që mund, si të mund sulmosh, po dhe duhet të vishte vendi jot. Por që Chelsea fitoren e ka bërë të shumë mirë dyshme. aty te pjesë. E ka bërë shumë mirë Po. atë Asani. Pse se depërton futet nga brenda. Por që ishte Asani në tjetër forme, atëherë një tjetër forme është tani. Po ndryshon ndeshja nga ndeshja, mund ta kapi dhe ndeshja mund ta kapi mirë me Asani, po. Po është, Mund po. ta kapi, pastaj Mund të rikthehet Asani thonë në gjendjen e po mëparshme? edhe mund të rikthehet. Okej. Dhe Klodian, për ta mbyllur së përfundim, e ke një parandjenjë për një rezultat apo një lojtar i cili mund të shënojë gol të takim? Do drejt kisha që të mirë do uzume kam e qetë. Te mirë të uzon. Se nga Berati e kam, po u be kaq kopë e zi po e pret atë. Duhet të bëhet një legjendë vërtet Po të bëhet ai është bërë legjend deri diku. Po si e meriton me një gol kombëtare me Të ekip. mirë të e kam e qef shumë. Tani Klodi i qanë zemra ta bëjnë Ozunin, unë Klodi ka parashikuar Ozunin që do bëj gol. Isha dha Zoti ta dëgjon. Është të mirë të e Ta ndihmojnë edhe fare, se i duhet. Se kam me qef dëshirë, jep maksimumi i Është fjalë është përkushtuar. jo pse kemi na Berati, po Po s'ka lidhje se është na Berati, ajo është tjetër plus ajo, është kënaqësia jon që është na Berati. Se pjesë e mburjes. E kemi qef, po e ka kërkuar dhe do vi momenti them që do vi duhet sepse e meriton dhe pastaj te pjesë e ndeshjes se kush e bën golin pak rëndësi ka, po pjesa që të kualifikojmë ta bëjë edhe Tosi tash te portori. Tos ka demi ta bëj golin. Pastaj tjetër të shtirë, pastaj që kemi ne të myrta është. Po edhe Tosi kur me topa që i nxjerr aty ta bëj. është fitojmë edhe kaq na duhet. Edhe Shqipëria Po mbi duhet jemi të gjitha. kujdesshëm shumë. Shqipëria mbi gjitha. Klodian Duhet jemi të Arbri, kujdesshëm. shumë faleminderit që ishe pjesë e kësaj Faleminderit juve. interviste. Ishte Kënaqësi. kënaqësi. Edhe sigurisht do të jemi sërish në intervista tjera. Do vi me qefin më të madh.